Dorë për dore zbresin nga Air Force One si mysafir në Mbretërinë e Bashkuar. Çifti presidencial amerikan Donald dhe Melania kanë mbritur këtu të martën për një vizitë shtetërore, gjatë së cilës qeveria britanike shpreson se një marrëveshje teknologjike prej disa miliard dollarësh do të tregojë se lidhja transatlantike mbetet e fortë pavarësisht dallimeve mbi Ukrainën, lindjen e mesme dhe të ardhmen e Aleancës Perëndimore. Ata i priste helikopteri për t'i dërguar në Winfield House, rezidencën zyrtare të ambasadorit amerikan në Londër. E ky i fundit doli së bashku me bashkëshorten për t'i pritur. Pas një bisede të shkurtër, gratë u larguan për t'i lënë burrat të flasin me mediat, të cilët po i prisnin. Patëm një fluturim të mirë, shumë njerëz erdhën me ne dhe nesër do të jetë një ditë e madhe, zotëri ambasador. Zotëri president, do të jetë një ditë historike. Megjithatë, vizita e kreut amerikan nuk u pëlqeu disa qytetarëve. Dhjetëra protestues u mblodhen të martën përpara kështjellës ikonike duke mbajtur pankarta dhe duke brohoritur: Donald Trump nuk është i mirëpritur këtu. Mendoj se është hipokrizi totale që familja mbretërore po e mirëpret Trumpin pasi e kanë përjashtuar princin Andrew me të drejtë për shoqërim me Jeffrey Epstein. Kur e dim që Trump ka bërë pikërisht të njëjtën gjë dhe ai nuk duhet të jetë i mirëpritur këtu, është krejtësisht e gabuar dhe plotësisht hipokrite. E në muret e kështjellës që të mërkurën mbreti Charles do ta pres presidentin Trump, të martën në mbrëmje u shfaqën fotot e Amerikanit së bashku me Jeffrey Epstein, si dhe foto e arrestimit të Trumpit e vitit 2023. Lidhur me këtë u arrestuan 4 persona. Pas takimit me mbretin Charles III, presidenti Trump do zhvilloj bisedime ditën pasuese me kryeministrin Keir Starmer në rezidencën rurale të udhëheqësit britanik.